Atëherë do të thoya presidentin e Federatës Boksit, profesor Turi, ashtu Metin dhe Ametin që të bashkohen për konferencën për shtyp, ta nisim këto lloj forme të prezantimit zyrtar për Rumble in the Jungle. Atëherë mund nisim. Rumble in the Jungle do të jetë evenimenti që do të organizohet ditën e nesërme në Grand Alevino, aty ku sigurisht do të kemi shumë emocione, do të kemi spektakël të vërtetë. Është diçka shumë e re që në muajt e fundit ka nisur që të kemi përballje mes kombëtarëve të ndryshme. Do të jemi përballë përfaqësuesit të Spanjës, do të jenë 9 ndeshje të boksit olimpik, 9 djem kuqezit, cilët do të ndeshen me 9 homologë të tyre që vinë nga Spanja. Padyshim presim shumë nga ardhmja, janë ata të cilët në të ardhmen do të na bëjnë krenar, do ta ngrenë lart flamurin kuqezi. Jemi me konferencën zyrtare, ishte një prezantim i shkurtër i asaj çka do të ndodhë nesër, do doja të nisni me presidentin Kalivopullit, përshëndetje në radhë të parë. Shohim që muaj pas muaj, vit pas viti, boksi shqiptar ka patur një progres të jashtëzakonshëm. Kemi patur mundësinë që të diskutojmë tituj, edhe në këtë eveniment do të kemi një titull të rëndësishëm që do të diskutohet dhe do të shpresojmë që ta mbajmë në vendin tonë. Si ka qenë në këndvështrimin tuaj ky progres që ka bërë boksi shqiptar? Atëherë është një punë e jashtëzakonshme që është bërë në boksin shqiptar gjatë këtyre kohëve të fundit. Vërtet ju thatë që ka pas një organizim mes kombëtaresh së Shqipërisë dhe kombëtarëve të shteteve të huaja, të shteteve të tjera, antarë të Federatës Botërore të Boksit, të World Boxing, dhe ajo që vlen për tu admiruar dhe për të marrë një mirënjohje të madhe është iniciativa jashtëzakonshme që në këto takime kanë dhënë 2 promotorë të boksit, Nelson Hysa dhe Eduard Dalipi, të cilët thuajse kanë bërë gjithë punën, infrastrukturën e organizimit të këtyre aktiviteteve, që ne shpresojmë të mos përfundojnë këtu, po të vazhdojnë me ndeshje, me aktivitete akoma të tjera, akoma më me nivel, akoma me cilësi, që të evidentohen edhe boksierët shqiptar sa më mirë që të mundur. Shpresoj dhe besoj që kjo iniciativë e këtyre 2 promotorëve të boksit tashmë edhe olimpik edhe profesionist të bëhet edhe nga partnerët tanë, ku ne atyre në të njëjtën mënyrë që ata vinë këtu, edhe ne t'ju kthejmë vizitat në vendet e tyre. Do doja edhe një koment se takon sportistëve të rinj, janë ata të cilët premtojnë shumë për të ardhmen. Kemi parë që pjesa më e madhe angazhohen në këtë përballje me kombëtarët respektive, si ishte këta djem të rinj në investimin e tyre në boks. Dhe është zgjidhja e duhur, çfarë mesazhi ke për ta që të vijojnë këtë rrugë që ka nisur? Pikërisht dhe jo pa qëllim besoj iniciatorët e këtyre aktiviteteve, Nelsoni dhe Eduardi, kanë goditur që në këto aktivitete kryesisht të jenë sportistë të rinj. Këta sportistët tanë të rinj janë gjithë medalista europian. Kanë marrë pjesë në aktivitete, janë kampiona Ballkani, janë në kampiona Europe, janë në kampiona bote, të cilët me këto tip aktivitete që ne po organizojmë, evidentohen dhe bie në sy akoma më shumë. Besoj të gjithë e kemi qartë që trashëgimia e boksit është tek ta. President, vitet e fundit, boksi shqiptar ka patur ndeshje shumë të rëndësishme, janë marrë rezultate shumë pozitive do të thoja, por nesër do të jemi përballë kombëtarëve spanjolle. Çfarë pret, si do shkojë ekipi kombëtar shqiptar, pret paraqitje pozitive dhe a do të jemi në këtë ritmin që kemi nisur? Unë nuk e njoh mirë ekipin spanjoll, por njoh djemt tanë, edhe kam bindjen e plot, ajo është ringa, aty bëhen ndeshje boksit vërteta, po kam bindjen e plot që djemt tanë i kanë dhënë provat, kanë marrë medalje europiane me bollek, edhe nesër kanë treguar më të mirën e tyre. Edhe kam edhe një diçka tjetër që profesor Artur Koçi, si gjithmonë pararoje këtyre aktiviteteve, i palodhur, duke vajtur, duke lëvizur në gjithë Europën, po edhe në Shqipëri besoj që ka bërë më të mirën e mundshme për këta. Bashkë me trajnerët e tjerë, sepse kemi sportista nga qytete të ndryshme, vinë nga Shkodra, vinë nga qytete të tjera të Shqipërisë, të cilët me të vërtet janë ajka e sportit e boksit shqiptar. Muchas gracias por la invitación que hemos tenido
Estamos además muy felices de poder realizar el primer encuentro con Albania, donde nos habéis acogido con mucho cariño y creemos que podremos seguir haciendo en el futuro unas buenas relaciones. Sí. En inglés, sí. I don't know how to say it, but he say thank you for us to invite us to this event. Atëherë është nderuar që bëhet pjesë e një evenimenti të tillë, është kënaqësi që do të përballet skuadra e vendit të tij me kombëtarin e Shqipërisë. Ka gjetur një mikpritje shumë të madhe dhe shpreson që të kemi një spektakël të vërtet në evenimentin që do të zhvillohet ditën e nesërme. Bien. Now, you can say something. Yo diría alguna cosa. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Espero que nuestros deportistas estén a la altura de lo que están ustedes, que son grandes impulsadores, y que podamos seguir haciendo más eventos deportivos como este juntos. Muchas gracias. Okay, he say thank you. We have a good boxer, and I don't know. It's no problem, I can translate because I understand something. Atëherë është e vërtetë që është një eveniment i rëndësishëm. Ne kemi ardhur me një skuadër të kompletuar që do të kërkojmë marrin maksimumin. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë dhe shpresojmë që gjithë argëtohen. Nuk duhet të harrojmë se sporti është pikërisht ai i cili do të bashkojë popujt dhe më së miri realizojë diçka e tillë nga ky eveniment që do të organizohet ditën e njëjtë këtu në Tiranë. Dorë tërvitje. We have one question. You can speak in Spanish. It's no problem, and we can translate. Okay. I can use this. Okay. A big match for you tomorrow against a boxer who is the best in Albania. What can you say about this fight? What do you expect? Esto es una oportunidad que se me ha permitido y espero rendir bastante bien. Espero dar la expectativa que buscáis y ofrecer un buen espectáculo. Atëherë, bokseri I cili do të ndeshë nesër, deklaron se është përgatitur shumë për këtë sfidë, është gati, shpreson që të japë të mirën e tij. Boksi është një sport I cili kërkon përqendrim maksimal në çdo sekondë dhe është gati për të dhënë maksimumin. Ai paralajmëron se do të arrijë të marrë fitoren, gjithsesi është ringu ai I cili do të thotë fjalën e fundit. Por në radhë tjetër do dohet pyesja dhe Meti Hodën, I cili do të thotë këndvështrimin e tij për këtë sfidë që ka hapur kundërshtar. Përshëndetje gjithëve. Nesër kemi ndeshjen kundër boksirit nga Spanja. Kena bu një përgatitje shumë fort me profesor Saad Bushatin, I cili e falenderoj shumë. Kundërshtari jam ka me mendje që do të fitoj, po aty do e shikojmë ring. Do të bëjmë pamunde që tregojmë që kemi gjak shqiptare dhe jena shqiptare. Dhe çunave të ekipit, suksese nesër, edhe kam besimin që do të fitojmë. Do t'ja arrijmë që kemi sukses. Falenderoj gjithëve për organizimin e këtij evenimenti. Shifemi nesër. Përshëndetje, nesër është një ndeshje e madhe për ty si edhe kapiteni I ekipit kombëtar, do të jetë e shtuar vëmendja
në një përballje ku tashmë kundërshtarin e shikon e ke përballë, cilat janë ato mendimet e para që të vinë dhe çfarë ndeshje pret nesër? Nesër, sigurisht asnjë lloj kundërshtari s'duhet më ndërsu. Do të jemi më në regjim. Do më thonë, nuk ka, do ja arrim sukses. Tani dhe një pyetje të fundit, duke qenë se je kapiteni i skuadrës, i dhe mbështetjen të gjithë djemve që do i kesh së bashku me ty nesër në ring, a do të kafshoj Uki, siç është novka jote, nesër në ring, siç di Mjetjolla? Sigurisht se do të kafshoj. Uki është një kafshë nuk zbutet kur, edhe do të më tregu që jena verior edhe e mojmë atë vendin tonë. Ishte Mjetjolla, kapiteni i skuadrës, ndërkohë që do të kalojmë tashmë tek profesori i ekipit. Do të jemi tek profesor Turkoçi, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme për shumë e shumë vite, ka rritur shumë breza dhe vijon të japë një kontribut të jashtëzakonshëm në boksin profesionist. Profesor, përshëndetje, së pari suksese. Na tregoj pak si kanë shkuar përgatitjet, sa besim ke tek kjo skuadër që vjen pas përballjes me kombëtarin e Anglisë, pjesa më e madhe për të mos thënë gjithë janë të njëjtit që do të përballen tani me homologët e tyre nga Spanja. Si është këtë skuadër që në një farë mënyrë është grushti i hekut edhe në vrazhdën e organizimit të këtij eventi. Përshëndetje të gjithëve. Së pari do të falenderoj organizatorët që e kanë bërë të mundur këtë aktivitet, Nelsonin edhe Eduardin, po ashtu edhe Federatën Shqiptare me krye presidentin, Fulin. Normalisht që stërvitje kemi bërë dhe gjatë këtyre kohëve kemi bërë edhe ndeshje. Normal kena bërë me Anglinë së fundmi. Edhe këto ndeshje i shërbejnë shumë kombëtarës tonë për aktivitetet e rëndësishme, siç janë europian, botror e tjerë. Çunat kanë bërë stërvitje, shpresojmë më të mirë nesër. Edhe kaq, urime gjithë çunave. Profesor, përshëndetje dhe shumë suksese nesër. Jo e përmendet, kemi patur ndeshje me Anglinë nesër kundër kombëtarës Spanjës, një boks latin, çfarë lloj rivaliteti pret nesër dhe duke ditur ndoshta edhe shpirtin e garës që kanë latinët në këtë lloj sporti. Normalisht që unë kom pas spanjollët e kanë ngritur shumë boksin, flasim për boksin olimpik. Aty ku jemi që aderojmë. Janë boksierët mirë, po do t'i shohim nesër si është në përgjithësi boksi olimpik një pak a shumë aty janë, domethënë, te një stil. Pavarësisht pastaj nga boksierët veçantë që kanë veçori të ndryshme, po do t'i shohim nesër. Shumë faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje për profesor Koçi. Për të vërtetuar atë çka thamë edhe më herët, familja Koçi jep një kontribut të jashtëzakonshëm në boksin shqiptar, jo vetëm në aspektin e trajningut, por edhe në ring. E me ne të vjetë zëvëndës kapiteni i skuadrës, Kuqezi Ahmet Koçi, i cili të ketë një ndeshje shumë të rëndësishme nesër. Ahmet, na rrego pak si e pret këtë sfidë, cilat janë përshtypjet e tua për këtë eveniment dhe konkretisht çfarë premton për gjithë publikun shqiptar. Përshëndetje të gjithëve, mirë, faleminderit Nelsonisës dhe profesor Eduardi për ftesën dhe për mundësinë që më dhanë. Ne jena përgatitur për këtë ndeshje, kemi bërë stërvitje 2 herë në ditë gjatë gjithë kohës, 2 muaj rresht. Dhe shpresa për ndeshje do jetë në fitore, normale, jo unë, por gjithë çunat e ekipit. Do ranërojmë Shqipërinë, edhe ti tregojmë spanjollëve se kush jemi ne. Shumë suksese, ishin konferencë zyrtare për boksin olimpik të përballjes mes Shqipërisë dhe Spanjës. I ftoj boksierët të qëndrojnë këtu pranë për të nisur zyrtarisht peshimet. Please, all boxers from Spain come here to prepare for the continue the match. Atëherë do të vijmë me peshimet. Do t'i ftoj një nga një boksierët tanë, të cilët do të vendosen para peshorës. E
si procedurë zyrtare për organizimin e Rumble in the Jungle. Të bëhet gati Bujar Hekri dhe Alejandro De Celis. Qa peshe ka i bujari? Alejandro De Celis, please come here. Please, all boxers need to have ID card to register. Atëherë ishim me peshimet e para, Bujari Hekri dhe Alejandro De Celis, bëhet gati Jurgen Lazri dhe Daniel Barrios. Ndërkohë është radha Jurgen Lazri. Është një ceremoni zyrtare mes dy veteranave, një ndërim për të respektuar miqt të cilët kanë nderuar me prezencën e tyre në Rumble in the Jungle. Ndërkohë që bëhen gati Teo Pasmaciu dhe Aaron Romero. Jurgen Lazri, 64 kg. Kundërshtaria. Daniel Barrios, please come here.
Bëhet gati Teo Pasmaciu, Aron Romero. Daniel Barrios, 63.200. Okej. Okay, Barrios and Lazari, please, face to face. Teo Pasmaciu, Aron Romero. Atëherë Jurgen Lazari, 14-3, datëlindja 2008, kategoria 63 kg, Daniel Barrios 15-5, datëlindja 2008. Suksese! Teo Pasmaciu, Aron Romero. Welcome to the... Astiva. Baba të plaza, ju mrena, ka të gjithë. Teo Pasmaciu, 69 kg. Okej. Bëhen gati Jemin Almuça dhe Jose Pantoja. Aron Romero, 70 kg. Teo and Aron, please come here. Teo Pasmaciu, 73, datëlindja 2008, 67 kg, 10 kategoria, Aron Romero, 52, datëlindja 2007, gati për sfidën e nesërme.
forca, forca! Jose Pantoja, 71 kg. Ndërkohë bën gati Ahmet Koçi dhe David Serlaj. Yemin Almucha, 71 kg. Okay, come here. Bëhet gati Ahmet Koçi, David Sarlea. Yemin Almucha, 10-5, Latinia 2004, kategoria 71 kg. Jose Pandoa, Latinia 2006, 2006 rekordi. Forca, forca, forca! Ndërkohë do të bën gati Christian Beko dhe Adam Serov. Ahmet Koçi, 71 kg. Ja shten kile nuk 71 kg, David Sarlea. Ti shten këto kile ty që dukesh me frikë. Please come here. Christian Beko, Adam Saruc. Do të vini në sfidë në kategorinë 71 kg. Ahmet Koçi, 45-5, Latinia 2007, David Serlea, Latinia 2007, 53, zëvendës kapiteni i Kongressit të Shqipërisë, Ahmet Koçi. Christian Beko dhe Adam Serov gati. Ndërkohë që në vijim do të jetë Andi Tufa dhe Carlos Merhante. Christian Beko, 72 kg. Adam Serov. Bëhet gati Andi Tufa, Carlos Manchete. Adam Saro, 72 kg. Okay. Christian Beko, 14-8, Latinia 1999, në kategorinë 72.5 kg. Adam Serov, 14-6, Latinia 2005. Gati për zjarë! Ndërkohë bën gati Besian Karaj dhe Carlos Alberto Redemo. Carlos Mercante.
80 kg. Andi Tufa. 80 kg. Do të kemi një sfidë në kategorinë 80 kg. Andi Tufa, debutues nga India 2004. Përballë Carlos Berhante, 01 nga India 2004. Shumë suksese! Belgati Besian Karaj, Carlos Alberto Rovemo. Besian Karaj, 80 kg. Bëhen gati Mehdi Oda dhe Abdel Monin. Të gjithë djemtë nuk do të largohen, gjithë boksierët do të qëndrojnë këtu për të bërë një foto zyrtare mes dy kombëtarëve. Carlos Alberto, 80 kg. Good luck. Do të kemi një sfidë në kategorinë 80 kg. Besian Karaj, 35-6 në India 2006. Përballë Carlos Alberto Rovemo, 10-4 në India 1995. Kontrolli i fundit me Mehmet Oda, Abdel Moni. Forca, forca! Tregodu vini me shimet e fundit Mehdi Oda dhe Abdel Monin. Abdel Moni, 100 kg. Okej. Po, është Steve. Steve. Zë bujarë. O ditë. Sa këtë ishë? Që pas kështë. Përshorë zë në gjithë sa këtë. Përshorë e kështë. 100 kg, okej. Steve, ama, a gjithë në neshë. Steve që këtë gjithë në 3 leqë, besohën këtu. Vides kisha rëmë, që në ekipë. Mehdi Oda, 100 kg. Suksese kampion. Kapiteni i kombëtarës së Shqipërisë, Mehdi Oda, përballë spanjollit Abdel Monin, kategoria plus 92 kg. Bravo Mehdi, bravo! Nuk është bërë, si ke emri? Steven Zizi. Steven Zizi, e? Zizi. Do të ftojmë ndërkohë Steven Zizi dhe Alejandro De Celis, edhe njërë tjetër.
Stivi Xixi. Gjash 10 kg, suksese. Steven Gigi Alandro Deselis, balli në kategorinë 60 kg. Ishte pikërisht prezantimi zyrtar I përballjeve mes Shqipërisë dhe Spanjës. I ftoi gjithë sportistët së bashku me trajnerët e tyre të bashkohen për të bërë një foto zyrtare. Të bëjnë gati. Please, all boxers from Spain come to take official photos. Please come here. Ju lutem I afrojmë në qendër të gjithë boksierët për të bërë foton zyrtare të përballjes Shqipëri-Spanjë në boksin olimpik. Do të jetë padyshim një eveniment fantastik. Është kthyer në një traditë pas sfidës me përvajsuesen angleze, tashmë është rradha e kombëtarës së Spanjës për të qenë prezente në Tiranë. Shumë suksese, good luck! Edis Biberovic, Bosnia-Herzegovina, 67.2, 67.2. Spiridon Neraldo Ymeri, Albania. .3, 69.300 gram. Neraldo Ymeri, Edis Biberovic. Ymeri, 12 fitore në 12 ndeshje, 6 raunde, ndërkohë që Biberovic regjistron 11 fitore në 12 barazime në rekordin e tij, një bokser me shumë eksperiencë. Forca, forca, forca! I pafyeshmi Neraldo Ymeri. Fernando
Cabrea from Cuba. Yes, from Albania. Now from Albania. Yes. Një përvajzues I Shqipërisë tashmë. Name, surname. Surname. Please come and Omer Durmush. Kemal Shahid. Please come Anthony G and Mohamed Furkan. Prepare. Fernando Calderón, Cuba. Omer Durmush, Turkey.
Fernando Cabrera nga Kuba, por që përvajzon Shqipërinë, 6 raunde përballë turkut Omer Durmush. Një ndeshje vërtet shumë interesante për të ndjekur. Dhe një tjetër nesër, Rumble in the Jungle. Ndërkohë që të bëjnë gati Gjeljan Rajku dhe Ermin Avdic. Am din strania să te Bărsotă mă pamă. Am să dic mă dau. Gjeljan Rajku, Albania. Gjeljan Rajku, I pathyeshëm nga Durrësi, 7 ndeshje, 7 fitore, asnjë humbje, asnjë barazim, 6 raunde përballë një bokseri me shumë eksperiencë. Do të jetë pikërisht Ermin Avdic. Ndeshje për të mos u humbur në mënyrë absolute. Mejid Hysenaj do të na përfaqësojë në disiplinën e kickboxit, kampion Shqipërie, një nga sportistët më dalluar, I pathyeshëm, vërtet që jetë mirueshëm në ring, që kanë me grushtet e tij, është edhe Novka që ai zotron. Do të ketë një ndeshje vërtet shumë të madhe dhe në Rumble in the Jungle. Ja Titan Gym. Ndërkohë që bëhet gati Rogers Muslia dhe Brian Santander. Main event, padyshim, moment krenarie për vendin tonë, për shkak se do të diskutohet një kampion bote. Në kategorinë e të rinjve, federatën WBO, Rogers Muslia do të provojë të sjellë vendin tonë një tjetër brezart. Ndërkohë, Mejid Hysenaj, kampioni I Shqipërisë në kickbox. Nesër, Mejid Hysenaj, dorë lugitje. Muhammed Çolaş, he? Bob Anthony O'Jay, Austria, 7 ndeshje, 7 fitore, asnjë humbje, asnjë barazim, 6 raunde përballë turkut Muhammed Furkan. Good luck, guys. E do këtë momenti për të prezantuar dy boksierët të cilët do të diskutojnë mes tyre titullin botror. Vetëm për pak do të jenë dhe përfaqësuesit e federatës të cilët do të sjellin edhe
Ripit, I cili do të diskutohet nesër në mbrëmje në Rumble in the Jungle. Do t'jetë Rogers Muslia dhe Brian Santander. Atëherë do të them përfaqësuese në Federatës WBO, pikërisht zonjën Ana Soria, e cila do të vijë për të prezantuar titullin si përfaqësuese e Federatës, e cila do të monitorojë dhe aktivitetin, bëhet fjalë për një aktivitet ndërkombëtar ku do të diskutohet një titull botëror. Kujtoj, diskutohet titulli botëror për të rinj në Federatën WBO. Do të jetë Rogers Muslia përballë Brian Santander. Kampioni kuqezi, I cili do të tentoj të sjellë vendin ton një tjetër ring të ardh, të sjellë vendin ton, të sjellë Shqipërisë një titull kampion bote për herë të parë në kategorinë e të ringëve. Do të ftoja fillimisht kundërshtarin e tij Brian Santander nga Kolumbia, 16 ndeshje në boksin profesionist. Ndërkohë është momenti për kampionin kuqezi, I pathyeshmi, 7 ndeshje, 7 fitore, asnjë humbje, asnjë barazim, Rogers Muslia! Sigurisht që pas vetes do të ketë publikun shqiptar, do të ketë mbi të gjitha përgjegjësinë për të sjellë vendin ton një tjetër trofe të rëndësishëm, një tjetër titull kampion bote! I ftoj të dy boksierët, please come here. Brian Santander dhe Rogers Muslia. Diskutohet titullin për të rinj kampion bote në Federatën WBO. Jetë padyshim një sfidë e ndezur emocionuese që ka nisur që sot. Rogers Muslia, Brian Santander. Sigurisht paralajmërimi I një eventi madhështor, Rogers Muslia do të kërkojë titullin kampion bote për të rinj në Federatën WBO. Do të jetë 10 raunde gjithmonë nëse do të shkojnë deri në fund. From WBO, Ana Soria. Shumë suksese, good luck! Përshëndetje gjithëve, ju falenderoj që jeni këtu, siç jeni në dieni shumica e sportazëve. Eventet e boksit kanë ardhur edhe në shpeshtim, por edhe në përmirësim vitet e fundit. Nuk është e rastishme që në Shqipëri janë sjell shumë titull kohët e fundit dhe titull prestigjioz nga federatat më të rëndësishme në botë, siç është WBO, WBC dhe federatat tjera. Sigurisht dhe ky është një nga titujt që vlen të përmendet, sepse është shumë e rëndësishme të kuptohet mesazhi që jepet përveç të tjera. Sigurisht që një titull jut nuk është titulli më I madh I mundshëm,
dhe ne nuk gënjem as veten edhe as kënd tjetër, por është një arritje jashtëzakonshme, pasi e para është e sjell këtu për një sportist i cili stërvitet këtu, dhe e dyta e sjell në Shqipëri, pra në shtëpinë tonë. Kështu që unë do jap edhe një përgjigje për një pyetje që nuk është bërë, por që bëhet gjithmonë prapa skena. Shpesh thuhet që a janë ndeshje të forta apo s'janë ndeshje të forta, a janë në cilësinë e dur apo s'janë në cilësinë. Ndonjëherë me dashakeqësi ose pa dashakeqësi bëhet edhe krahasimi me sportin amator apo ato olimpik, dhe ndërkohë ne harrojmë diçka. Për shembull, gjysma e sportistëve që do ndeshen ditën e nesërme në sportin olimpik janë gjithashtu boksierë profesionistë. Pra kanë bërë debutin e tyre. Por sigurisht nuk mund të presim që në boksin profesionist të kapen me një herë majat, ndërkohë që janë në hapat e para, dhe gjithashtu duhet teksuar dhe teksuar, dhe e them kjo edhe si një thirrje ndaj sponsorëve që boksi profesionist përkundër atij amator nuk është kaq e lehtë të zhvillohet, që do të thotë duhet të rriten sponsorizimet, sepse për ndryshe është e vështirë. Unë besoj që jemi në rrugën e dur në boksin profesionist, vetë titujt e tregojnë këtë. Sot ku kemi një titull, por në fakt nesër do jenë 2 titull, është dhe një titull tjetër, por që për shkak të orareve do vinë më vonë, boksierët, pra janë 2 titull në një event, dhe kjo nuk është e pakët. Mjaft të them që në rajon është gati e pamundur të ketë 2 titull brenda një natë. Akoma dhe në vende që janë shumë të zhvilluar ekonomikisht se sa më. Faleminderit, doja të rëmi me trajnerin i cili do doja ta prezantoja me nofën e tij Bisha, sepse është plot kuptim e fjalës së tij. Profesor Dalivi, përshëndetje, faleminderit së bari për organizimin e këtij eventi. Si kanë qenë përgatitjet, si e pret këtë event tashmë që sjell përballë jo vetëm boksierët profesionistë, por edhe një përballje të veçantë mes kombëtarëve të Shqipërisë dhe asaj të Spanjës. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur gjithë këtu, gjithë dashamirëve të boksit. Boksin olimpik, shpresojmë që të dalim të gjithë fitues, flasim për anën tonë, po japim edhe urimet ekipit spanjoll. Kurse për boksin profesionist, çunat janë shumë përgatitur. Gjeliani që është i ekipit tim edhe Neraldo Imeri janë shumë të përgatitur. E kanë marrë këtë stërvitje shumë seriozisht dhe Neraldo Imeri është ish kampion i postë WBC Youth dhe vjen mbas një pushimi të gjatë, 1 vjeçar, dhe shpresoj të dalë mbar. Nga boksierët para se të shkojmë tek main event, dhe fillimisht me Gelen Rajko, na tregoj si e pret këtë sfidë, si ka pritshmëritë për këtë event. Pas të tas për sfidën, do doja që të falenderoja më shumë media, pasi po shoh dita ditës ka eventin event që është një dëshirë mediave të jenë pjesëmarrës për eventet e boksit, që më përpara kjo gjë ka munguar shumë në sport, dhe mos në sportin e boksit, kështu që faleminderit juve që jeni pranishëm. Bravo. Për sfidën, normal që vazhdon përgatitja prej 3 muajsh, nga pas një pushim 6 mujar, rikthehemi në ndeshje, kemi vendosur ta nisim boksin profesionist këtë vit në eventin e radhës që është kjo nesër në Grand Casino. Jemi me ata ngadalë, por që besojmë në punën e saktë, nëse vitet e dur do arrijmë diçka të madhe. Faleminderit. Faleminderit juve. Menxit Zena, kampion shqiptar i kickbox, në ndeshjen e rëndësishme nesër. Menxit, çfarë mesazhi ke për kundërshtarin? Çfarë duhet presa ai nga ty? Atëherë kundërshtari në momentin nuk është këtu akoma, por të shohë këtë Çfarë mesazhi ke për kundërshtarin? Çfarë do të presë ai nesër nga Menxit Zena? Atëherë kundërshtarin e kam pa, është i fortë,
normal edhe unë jam përgatit fort, kam 2 muaj që kam vazhdu stërvitjen për këtë ndeshjen e nesërme. Edhe du të them për çdo pyetje që është bërë në ndeshjet e mia nesër do shuhet çdo pikë pyetje. Dhe në fakt një përshtypje tjetër nga Neraldo Ymiri. Neraldo, si e pret sfidën nesër, si sta dhe profesori, ke një mungesë gjatë konsiderueshme. Çfarë do të pres publiku shqiptar sepse do të jesh në Tiranë, pavarësisht se stërvitesh edhe në Angli, pret një ndeshje e rëndësishme. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje profesor, faleminderit për pjesëmarrjen për organizimin, faleminderit Nelo, faleminderit dëgjuarve. Atëherë për sa i përket ndeshjes së nesërme, kam stopuar të bëj boks me një vit e gjys, jo për dëshirën time për shkak të ekonomave. Kam qenë i stërvitur, kur i theva përsëri për një training camp, dhe ja tani do ta finalizojmë ndeshjen e radhës, edhe pse një vit e gjys larg. Besoj, kam punuar, jam i vendosur dhe kam dhe besimin që do ta bëj të ndeshje si gjithë tjerë. Bravo Nero. Faleminderit, shumë suksese. Do vjen tani njëherë me kundërshtarin i cili ka ardhur për të sfiduar Rogers Muslian për titullin e të rinjve në Federatën WBO, pikërisht Brian Santander. What do you think about Rogers? Buenas, primero que todo quiero darle la gloria a Dios, gracias a Dios por tenerme aquí en ese momento, por esa gran oportunidad. Y pues la verdad ha sido muy difícil el trabajo hasta ahorita, ha sido un trabajo de 3 meses, de harto entrenamiento, de harta preparación junto a mi entrenador, el cual nos hemos preparado para ese momento. Y pues el sueño algún día es llegar a ser campeón del mundo, entonces ese tipo de oportunidades no las podemos desaprovechar. Gracias a Dios y vamos con todo. Atëherë për të përkthyer shkurtimisht, ju falenderoj shumë që më është dhënë mundësia për të dueluar për titullin kampion bote për të rinj në Federatën WBO. Kam kohë që përgatitem për këtë sfidë rreth 3 muaj që e pres. Unë do të jap më të mirën time, shpresoj që t'ja dalë dhe mendimin e Zotit besoj se do të arrijë që ta marr këtë titull me vete. Por krahun tjetër, nuk do ta ketë lehtë sepse përballë vjet Rogers Muslia, i pathyeshëm, kampion i padiskutueshëm, i cili do të provojë na bëj gjithëve krenar të sjellë në Shqipëri, pikërisht për flamurin që mban mbi supe, një tjetër titull shumë të rëndësishëm, një titull i kampion bote. Rogers, ai deklaroi se ka ardhur këtu në shtëpinë tënde për të marrë këtë trofe, për të marrë këtë brez. Çfarë mesazhi ke ju pan që ishte të tensionuar në momentin e beshimeve? Përshëndetje të gjithëve. Rreth parë përgjegjësia është gjë më e madhe për mua. Unë jam i premtim që do jap maksimumin që në ring, jam përgatitur shumë fort për këtë ndeshje. Falenderoj Zotin për mundësinë që më dhon për titull më të madh botës së WBO. Kundërshtarit i them që unë titull do të ngej këtu. Të merr me vete as. A në një të fundit, në çfarë raundi pretendon se do ta rrëzosh kundërshtarin tonë? Unë do vazhdoj të shoh gjatë ndeshjes çdo gjë. Po erdhi nokauti, okay, po momenti nuk do vi për nokaut, do vazhdoj ato që kam bërë për një rrallë. Faleminderit shumë, ishim në konferencën zyrtare për shtyp të Rumble in the Jungle. Nesër do të jemi me evenimentin ku do të ketë patyshim shumë spektakël. Faleminderit shumë që ishit me ne, shihemi nesër.